Në Kongresin e 5 të Bashkimit Demokratik për Integrim që u mbajt në Shkup, kryetari i partisë Ali Ahmeti shpalli fillimin e një faze të re politike për BDI-n, duke përshkruar atë si më të hapur, më moderne dhe më të përgjegjshme. Ahmeti u bëri thirrje të gjithë të rinjve, grave dhe profesionistëve dhe diasporës që të angazhohen aktivisht në procesin shtetformues, duke nënvizuar se e ardhmja nuk ndërtohet me zhurmë, por me vizion dhe përgjegjësi. Ky kongres nuk është vetëm një stërvitje organizative brenda partijake, por është një ndalesë reflektimi dhe një pikë nisje për fazën e ardhshme të vendit tonë. Bashkimi Demokratik për Integrim nuk lindi si parti e zakonshme. Ne lindëm nga nevoja për paqen, nga kërkesa për barazi dhe nga bindja e thellë se ky vend mund të jetë i qëndrueshëm vetëm nëse është i drejtë dhe me mundësi të barabartë. Nga një periudhë tejet e ngarkuar për vendin, ne ndërtuam paqen përmes marrëveshjes paqësore të Ohrit. Por dua të them qartë, Ohri nuk ishte kompromis i zakonshëm, por ishte dhe vazhdon të jetë vizion dhe përgjegjësi e përbashkët për të ndërtuar të ardhmen euroatlantike të vendit me barazi të plotë dhe demokraci funksionale. Në këtë kongres, delegatët miratuan 4 rezoluta strategjike, të cilat synojnë forcimin e shtetit, konsolidimin e barazisë funksionale dhe përcaktimin e drejtimit të mëtej politik të vendit. Rezoluta e parë ka të bëjë me përforcimin e karakterit unitar të shtetit dhe konsolidimin e barazisë funksionale, duke theksuar rëndësinë e përfaqësimit të drejtë, legjitimitetit të dyfisht dhe funksionimit të barabartë të institucioneve për të gjitha komunitetet. Rezoluta e dytë fokusohet në shtetin e së drejtës, drejtësinë e pavarur dhe rikthimin e besimit në institucione, me theks të veçantë në luftën kundër korrupsionit, forcimin e gjyqësorit dhe garantimin e drejtësisë së paanshme për të gjithë qytetarët. Rezoluta e tretë parasheh marrëveshjen kombëtare për përparim dhe zhvillimin e qëndrueshëm të vendit, si një platformë gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, social dhe institucional, me fokus në rritjen ekonomike, inovacionin, zhvillimin rajonal dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve. Rezoluta e 4 riafirmon integrimin evropian si orientim strategjik dhe të pakthyeshëm të Maqedonisë së Veriut, duke theksuar përkushtimin për reformat evropiane, sundimin e ligjit dhe standardet demokratike. Në Kongresin e 5 të Bashkimit Demokratik për Integrim, Arbër Ademi është zgjedhur sekretar gjeneral i partisë. Gjithashtu Faton Ahmeti është zgjedhur nënkryetar i partisë, ndërsa nënkryetar të tjerë të BDI-s janë zgjedhur edhe Bujar Osmani, Erkan Arifi, Arbana Pasholli dhe Arta Bilali Zendeli.